Ka thonë bejanu aqsamit tauhid wa hiya thalatha توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Do thot duhet të sqarohen llojet apo pjesët e tauhidit dhe ato janë tri: tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya dhe tauhid al-asma'i was-sifat. Pra në këtë mësim ka filluar autori rahimahullah me shpjegimin e tauhidit, i cili është shpjegimi më i rëndësishëm ose dituria më e rëndësishme të cilën duhet ta mësojë njeriu, dhe veçanti, do të thonë, çështja më e rëndësishme me të cilën duhet të angazhohet muslimani. Sepse për këtë qëllim, për këtë tauhid, Allahu na ka krijuar dhe për këtë ekzistojmë. Tauhidi ndahet në tri pjesë: tauhid ar-rububiyya, pra veçimi i Allahut në zotërimin e tij; tauhid al-uluhiyya, veçimi i Allahut me adhurim; dhe tauhidul asma'i was-sifat, që do thot veçimi i Allahut me emrat dhe cilësitë e tij. Këto tri pjesë, edhe kjo ndarje, do thënë, nuk është prej mendimeve të dietarëve, as nuk është si shprehen disa se është vetëm ndarje për shpjegim. Nuk është e vërtetë, do të thënë, nuk është vetëm ndarje teorike, por është praktikisht nga libri i Allahut, drejt për drejt, do të thënë, nga argumentet e Kuranit dhe nga argumentet e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Themi njësoj si të çështjet tjera, do të thënë, për secilën çështje të fesë, dietarët i kanë nxjerr ndarjet ose pjesët ose kushtet ose shtyllat, duke i analizuar argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Sepse disa prej njerëzve kundërshtojnë këtë ndarje të tauhidit dhe thonë, a ka diku në Kuran ose në Sunet ku thotë tauhidi ndahet në tri pjesë? Nuk ka kështu me këtë thjeshtësi, do thotë fjalët e Allahut janë të larta dhe të përsosura. Mirëpo edhe nuk ka në Kuran dhe Sunet ku thuhet kushtet e namazit janë 6 ose 9 ose shtyllat e kështu me radhë. Mirëpo nga analizimi i argumenteve të Kuranit dhe Sunetit nxiren këto çështje të shariatit.